Të dashur shqiptar, sot kam bërë zbulimin më të rëndësishëm në jetën time, krejt rastësisht, duke lexuar mbi shkrimet ilire, mbas pushtimit romak, dhe aty gjej emrin e një ushtari shumë të famshëm, Rufus. Përse është ai i famshëm? Emri i tij gjendet në Bibël, në helenisht, Rufus, në Dhjatën e Re. Ky person, Rufus, mban kryqin përpara se sa Krishti të kryqizohet në Palestinë, të dashur shqiptar. Prandaj është emri më i famshëm në gjuhën ilire. Dhe ushtarët romak edhe ilire kishin shumë qejf këtë emër. Mbas pushtimit të Ilirisë, ky emër përhapet nga Iliria në Hellad, në Azinë e Vogël, në Palestinë, në Prygja, në Turqi, që tashi quhet Turqi, por dikur ishte mbretëri thrake, Dardane. Pra pushton Roma të gjithë botën, dhe ku shkojnë romakët vendoset në mbishkrimet e varreve të ushtarëve romak gjithmonë një emër, Rufus. Pra në çdo legjion romak gjende një Rufus. Ishte emri më i përhapur. Kudo që shkuan legionet romake u përhapën varre të gjetura me epitafin emrin Rufus. Tani, ajo që është më e jashtëzakonshmja është se në gjuhën latine ekziston emri Rufus, do të thot i kuq. Por nuk vjen nga gjuha latine, vjen nga helenishtja. E përsëris. Në gjuhën latine kjo do të thot i kuq, është mbiemër. Helenishtja krijon emra nga mbiemra. Është gjuhë e veçantë helenishtja, shumë krijuese. Dhe gjuha helene merr emrin nga latinishtja Rufus dhe e bën emër mashkullor. Kjo është pasqyruar në enciklopedinë e Stefanusit të Bizantit, emër me origjinë nga latinishtja. Në rregull. Por ajo që i ka çmendur të gjithë zbulimi im tjetër, i dyti, krahas emrit Rufus, gjendej gruaja e tij, Rufa, të dashur shqiptar. Janë zbuluar aristokrate ilire me mbiemrin Rufa. Po kjo nuk është në greqisht fare, nuk është e pasqyruar gjikundi. Kjo gjendet në mbishkrimet ilire, gruaja Rufa. Gruaja Rufa e merr emrin e saj nga mbiemrin në gjuhën latine femëror Rufa, që gjendet në italishten e sotme. Rufa do thotë kuqe në italisht. Në ilirisht, emri i aristokrates Rufa, gruaja e Rufusit, është krijuar përpara se sa të krijohej gjuha italiane. Mbas rrëzimit të perandorisë romake të perëndimit, zhdukjes së latinishtes, dhe aty nga shekulli i 9 i erës son ka lindur italishtja e sotme. E besoni çfarë ka ndodhur apo jo? E përsëris, gruaja Rufa, gruaja e Rufusit, varoset. Kjo fjalë nuk gjendet në greqisht, gjendet në mbishkrimet ilire. Gjuha ilire është më helene se sa çdo dialekt tjetër helen. Kjo është çmenduria më e madhe e botës. Por çmenduria akoma më e madhe e botës është se të gjitha mbishkrimet romake në vend që të ishin në latinisht, janë helenisht kudo. E përsëris. Ushtarët romak ishin analfabet. Emrat e tyre në përvare i kanë shkruar shkrimtar helen, që merreshin nga legionet si sekretar, dhe ata shkruanin në helenisht. Është një lloj si Gjergj Kastrioti Skënderbeu, të gjitha dokumentet e tij ka bërë sekretari i Skënderbeut, që ishte serb, dhe janë në serbisht. Po të zbulohen mbas 2000-3000 vjetësh kështjellat e Krujës, të Lezhës, kështjellat e Mesjetës, të Skënderbeut ton të dashur. Tekstet e Skënderbeut janë
në serbisht. Skënderbeu nuk ju beson të shqiptarëve të dashur shqiptar. E kishte sekretarin e tij serb të dashur. Një lloj si doktori me Fazliçin dhe serbët e tij, që bënte biznes dhe vazhdon të bëjë biznes. Tash ti është bërë me grek, doktori, e kuptoni? Ka mbetur shtatzën me grekët doktori, por dikur mbeti shtatzën nga serbët, doktori ynë i dashur. E pra edhe gjuha latine ka mbetur shtatzën me helenishten, po ashtu dhe ilirishtja. Pra ilirët, ose ishin më helen se helenët, gjë që është e dyshimt, ose ishin po aq analfabet sa romakët, gjë që është e mundshme. Një lloj si shqiptarët të Skënderbeut ishin analfabet dhe sekretari i tyre ishte serb. E njëjta histori. Dokumentet e Skënderbeut janë në serbisht. Do thuash ti, ç'a ishte kjo, perandori serbe mbas 3000 vjetësh? Jo, ishte shqiptare. E provon dot ti që ishte shqiptare, e njëjta gjë për ilirët. Dokumentet e tyre janë helenisht. E provon ti që ata ishin shqiptar? Jo. Të gjithë dokumentat e varreve, dokumentat shtetërore ishin në helenisht sepse ilirët merrnin sekretar helen. Një paralelizëm i tmerrshëm është mbas revolucionit grek, që kanë bërë shqiptarët, kapedanët shqiptar, ngrihet parlamenti i parë i Greqisë, të çliruar nga Turqia. Futen aty në fillim kapedanët shqiptar, mirë po ata s'dinin të lexonin dhe ju thanë na falni, ju lutem, pa ikni tani në Itali, zhdukuni fare nga Greqia. Nuk ju duam as në parlament, as në Hellad. Nuk ju duam më të dashur shqiptar, jeni analfabet, shkonu merrini me delet, milni delet të dashur shqiptar dhe bëni mjalt me bletët tuaja të dashura, por na lini neve politikën dhe shtetin grek. Pra kjo ka ndodhur së fundmi në Greqi. Por ngjarja më e freskët është mbas viteve 90, grekët shkatrojnë shtetin shqiptar dhe marrin në dorëzim kishën ortodokse greke ku flitet vetëm greqisht. E provon ti dot mbas 2000 vjetësh që në Shqipëri ka patur shqiptar? Jo. Në Shqipëri të gjitha dokumentat e kishës ortodokse janë në greqisht, të dashur shqiptar. E pra, gjithmonë ilirët kanë qenë analfabet, po ajsa dhe romakët. Tani shikojeni vetë se do bindeni përfundimisht, e kuptuam se çfarë ka ndodhur. Të dashur shqiptarë, shikoni në ekran që në faqen e internetit të Universitetit të Ohio's, kur janë botuar të gjitha shënimet ilire, por edhe helene, por edhe të gjitha shënimet e perandorisë romake, del që të gjitha mbishkrimet e lashtësisë janë helenisht, të perandorisë romake, jo në gjuhën romake. Tek tuk ndonjë emër del në gjuhën latine, me shkronja latine, por dokumentat, varet janë të gjitha në helenisht. Kjo gjë ju ka shpëtuar të gjithëve, absolutisht të gjithëve. Dhe po të marrim emrin Rufus, del dhe emri Rufus, që është gjoja në greqisht, po del Rufa, që është vetëm në ilirisht. Të dashur shqiptar, Rufa në italisht do të thotë kuqe, është mbiemër, por jo emër. Nuk ka emër Rufa në italisht, të dashur shqiptar. Nuk ka emër Rufa në latinisht, të dashur shqiptar. Nuk ka emër Rufa në greqisht, të dashur shqiptar, por ekziston Rufa në ilirisht. Numri i teksteve është 448. Emri Rufus dhe Rufa është përmendur në lashtësi në të gjitha dokumentet e varreve, mbishkrimet e varreve 509 herë. Dhe gjendet ky emër atje ku janë futur ushtrit romake. E shikoni me të kuqe? Rufus, 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 Rufus,
Rufon në rasën kallëzore. Rufus, 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 Rufios, Rufus, 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 Rufus. Rufon rasa kallëzore. Rufus, Rufus emërore. Rufus. Rufe thirrore. Rufus, 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 Rufon kallëzore. Rufon kallëzore. Rufus, Rufon kallëzore. Rufus, Rufus, Rufus. Rufus, Rufon kallëzore. Rufus, Rufus, Rufon kallëzore. Rufon kallëzore. Rufon kallëzore prap. Rufon prap kallëzore. Rufon kallëzore. Rufus, Rufa. Është në ilirisht Rufa, të dashur shqiptar, pikërisht në zonën Pelazgiotis. Është në fshatin Malis, nga shqipja Mali. Po kjo është çmenduri. Emri është Rufa. Pra ilirët kanë përdorur emrin e gruas Rufa. E besoni apo jo? Të shkojmë më tutje, prap në Thesali, Pelazgiotis, gjuha pelazge, Rufa, në ilirisht. Kjo nuk është as latinisht, kjo nuk është as greqisht, në gjuhën pelazge. Rufon në rasën kallëzore. Prap është Rufa. Fjala Rufa ekziston vetëm në ilirisht, nuk ekziston as në italisht jo. Rufa, përsëri emër gruaje. Në Thesali, Pelazgiotis, gjuha pelazge. Rufa, përsëri në Thesali, Pelazgiotis, gjuha pelazge. Rufon, kallëzore. Rufos, emërore. Rufon, kallëzore. Rufos, emërore. Rufa, përsëri grua. Është gjetur në Thesali, është gjetur dhe në Maqedoni. Pra vetëm aty ku ka ilir është emri Rufa. Rufa, përsëri është gjetur në Maqedoni dhe në Thesali. Rufa është gjetur përsëri në Maqedoni dhe në Thesali. Rufos, emërore. Rufos, emërore. Rufos, emërore. Rufos, emërore në Apolloni. Rufe, thirrore në Apolloni. Rufos, emërore. Rufos, në Maqedoni. Rufos, emërore. Rufos, emërore. Rufos në Maqedoni, emërore. Rufos, emërore në Maqedoni. Rufos, përsëri Rufos në Maqedoni. Pra janë 509 emra të gjetura në të gjitha vendet ku përhap Perandoria Romake. Të dashur shqiptar, punimi im shkencor quhet kështu: kur fle me Helen, zgjohesh me pleshta. Inteligjenca kompjuterike e ka gjetur që fjala Rufus është me origjinë nga gjuhët italike. PH-ja kthehet në F, vetëm në gjuhët italike. Pik. Ka kuptimin e kuqe. Fjala Rufa nuk gjendet në asnjë gjuhë italike. Gjendet vetëm në ilirisht. Është bërë ky zhvillim fonetik nga ushtarët romak në Iliri. Nuk është në greqisht, në asnjë dialekt helen. Është zhvilluar ky emër mbas pushtimit të Maqedonisë dhe Ilirisë nga trupat romake. Ky emër, Rufa, gjendet në Pelazgji, në Maqedoni, në Iliri, në Apolloni. Jo në Hellad, fare, është zhvillim ilir. I jashtëzakonshëm. Tekstet ku gjendet emri Rufa janë helenisht. Gjuha ilire ka evoluar si një gjuhë pelazge, ilire, pikërisht në Pelazgiotis, në Pelazgji, në Larisa. Kjo është çmenduri. Gjuha ilire ka evoluar si të ishte një gjuhë helene, por jo greke. Kjo është çmenduri e plot. Nuk gjendet kjo në asnjë dokument të lashtë helen. Gjendet në mbishkrimet e varreve të ilirëve. Të dashur shqiptar, gjuha ilire është më helene se sa të gjitha dialektet helene të mbledhura së bashku. Pse? Fjala Rufus është mbiemër në gjuhën latine, do thotë i kuq. Rufa është mbiemër në italisht, do thotë e kuqe. Pra si u formua ky emër në gjinin femërore, kur gjuha italiane nuk ishte krijuar akoma, do duheshin rreth 900 vjet që të krijojë italishtja mbas ardhjes së gotëve në Itali, rrëzimit të perandorisë romake nga fiset gjermanike gote dhe krijimit të popullit italian, që është përzierje e fiseve gote me fiset italike. Pra, latinishtja vdiq mbas hyrjes së gotëve në Itali. Mbjetoi vetëm perandoria e lindjes në Konstantinopoj, të ngritur nga Konstantini i Madh, i lirë. Tani kjo fjalë gjendet
në rrënjën 1627 me kuptimin e kuqe. Gjendet kjo fjalë në gjuhën sanskrite, gjendet në gjuhën slave, në gjuhën gotike, në gjuhën lituaneze, në gjuhën helene, por në gjuhën helene ka komplet një shqiptim tjetër. Shqiptohet eruthos, e kuqe ose ngjyrë kuqe. Në gjuhën latine, si që shikoni, d në mes të temës së fjalës jep b. Pastaj kjo aspirohet dhe kthehet në ph. Nga ph kthehet në f. Ky është zhvillim fonetik vetëm i latinishtes. Helenët e marrin këtë fjalë dhe krijojnë emrin e gjinisë mashkullore Rufos. Por në helenisht nuk ekziston Rufa në gjinin femërore. Asnjëherë nuk është gjetur kjo. Emrin Rufa e kam gjetur unë rastësisht në mbishkrimet ilire, në Pellazgji, në Maqedoni dhe në Apolloni. Shikoni me kujdes çfarë ka ndodhur. Ky emër lakohet vetëm si emër mashkullor në gjuhën helene, varianti i Atikës. Nuk ekziston në helenisht Rufa. Pra, ta krahasojmë. Ilirishtja mashkullore Rufos përkon me latinishten Rufus. Ilirishtja femërore Rufa përkon me latinishten Rufa. Mbiemri latin Rufus ka evoluar si emër në gjuhën greke, sepse gjuha greke krijon emra nga mbiemrat në helenisht. Gjuha latine këtë nuk e bën. Gjuha latine e merr këtë si huazim nga helenishtja, përsëri në latinisht. Por gjuha latine nuk përdor emrin Rufa, sepse emri Rufa nuk ekziston në helenisht. Rufa ekziston si mbiemër në italisht, që u krijua 900 vjet më vonë. Dhe siç e pat, Rufa gjendet si emër në emra grash aristokrate të varrosura, në pllaka varri. Emri Rufa është emri i një gruaje aristokrate. Dhe kjo është gjetur në qindra mbishkrime, më saktë 509 mbishkrime. Pra ka dy mundësi. Ushtarët romak ishin analfabet. Ose ushtarët romak flisnin helenisht më mirë se sa helenët. Dhe ushtarët romak donin me do e mos që emrat e tyre të shkruheshin në helenisht mbasi të varroseshin. Nuk ka kuptim. Është çmenduri. Pra, teoria që romakët, ushtarët, ishin shumica atyre njerëz fshatar që nuk kishin lexuar jo Homerin, që Homerin se kuptojnë grekët, se është dialekti jonik. Romakët nuk kishin lexuar poetët romak, këta ishin fshatar në ushtrinë romake. Komplet njerëz ignorant, të pashkolluar. Kur varroseshin, emrat e tyre shkruheshin në helenisht nga shkrimtar grek që merreshin si sklever dhe si sekretar në legionet romake. Dhe kudo që kanë shkuar ushtritë romake kanë shkruar mbishkrimet vetëm në helenisht. Çmenduri, jo latinisht. Kur varroseshin ushtarët romak, ishte në helenisht. Teori tjetër. Feja pagane ka ekzistuar një lloj si feja kristiane dhe shërbesat fetare bëheshin në helenisht. Një lloj si në kishën ortodokse. Kjo është një teori e pranueshme. Kjo shpjegon pse emrat duhet shkruheshin në helenisht, sepse ka ndodhur që ushtarët romak janë varrosur në Siri, dhe atje ishte shumë e përhapur gjuha hebraike. Atëherë, në qoftë se ata do të ishin kaq fetar, mund ta shkruanin emrin në hebraisht, përse në helenisht. Apo jo? Pra ka shumë mundësi që në ushtritë romake sekretarët të ishin helen, një lloj si sekretari i Gjergj Kastriotit ishte serb. Dhe dokumentat e Gjergj Kastriotit janë në serbisht. Dokumentat e ushtrisë romake ishin në helenisht. Emrat e ushtarëve romak në përvare ishin në helenisht. Të gjitha mbishkrimet e gjetura në Iliri janë në helenisht. Por ilirët ishin analfabet. Pra shkruaj helenishtja nga sekretarët helen. Të njëjtën gjë kanë bërë edhe perandorët ilir, kanë marrë në shërbim sekretar helen, një lloj si generalet romak në legionet e tyre. Kjo është teoria më e pranueshme.
Përderisa romakët ishin analfabet, shumica e tyre, e njëjta gjë mund thuhet edhe për ushtarët ilirë në Iliri përpara pushtimit romak. Një fenomen i ngjashëm ka ndodhur në vendet kelte. Janë gjetur edhe atje mbi shkrimet helene, keltët merrnin inxhinier helen, shkrimtar helen dhe monedat që kanë nxjerr keltët në vendet keltike janë gjithashtu në helenisht. Ka ndodhur i njëjti fenomen kudo. Helenët punësoheshin si shkrimtar, bënin regjistrat në helenisht. Pse do i bënin ata në gjuhën kelte? Pse do i bënin ata në gjuhën romake dhe pse do i bënin ata në gjuhën ilire? Kjo është arsyeja që mbishkrimet në vendet kelte në Francë janë në helenisht. Të gjitha mbishkrimet në Iliri janë helenisht, mbas pushtimit romak, të gjitha mbishkrimet janë në helenisht. Dhe krijohet emri Rufa, që nuk ekziston në gjuhën greke, ekziston vetëm në emrat e varreve ilir, nga mbi emri Rufa e kuqe, që gjendet në italishtën e sotme. 900 vjet u krijua ky mbiemër në italisht, mbas zhdukjes së gjuhës latine. Por italianët nuk e dinin që ky emër Rufa ka ekzistuar në gjuhën ilire, e varrosur, por u çpluhuros nga unë dhe e gjeta se çfarë ka ndodhur. Sot u zgjidh përfundimisht enigma. Ilirët merrnin në shërbim ekonomist helen, inxhinier helen, shkrimtar helen, sekretar helen. Të njëjtën gjë bënin dhe romakët, të njëjtën gjë bënin dhe keltët, të njëjtën gjë bënin dhe gjeneralët maqedon. Aleksandri i Madh kishte me vete filozof helen, shkrimtar helen në shpurën e tij. Pra u gjet përfundimisht që të gjitha tekstet në Iliri janë në helenisht. Shqiptarët nuk kanë folur helenisht. Kemi disa fjalë helene të përbashkëta me shqipen, si fjala miza, me gjuhën e Cakonjas myza. Fjala pordha në gjuhën e grekërve pontik, pordhi në gjuhën e Atikës. Por neve kjo nuk na bën grek, të dashur shqiptar. Pra të gjitha mbishkrimet që ka gjetur Hasan Ceka, Neritan Ceka, Olgita Ceka janë në helenisht. Për fat keq. Këto janë tekste helene të pastra. Quhen Pelazge sepse janë gjetur në një zonë që quheshte Pelazgiotis në Larisa. Por tekstet janë helene, të gjitha. Madje kjo gjuhë ka evoluar në atë shkallë sa që kanë marrë një emër të krijuar më parë në latinisht, e kanë kthyer në gjinin femërore nga një mbiemër i latinishtes dhe kjo ekziston në emra varresh ilire, por me mbishkrime helene. Kjo gjë ka shpëtuar të gjithëve. Pikërisht kjo Rufa. Rufa në gjuhën helene ilire, të krijuar nga një mbiemër i gjinisë femërore i latinishtes. Por ky emër nuk gjendet Rufa në asnjë dokument të shkruar, vetëm në emra varresh. Kjo është e jashtëzakonshme. Përfundimisht, të gjitha tekstet që ka gjetur Neritan Ceka, Hasan Ceka, Olgita Ceka dhe arkeologët minoritar janë vërtet në helenisht, por kjo ne nuk na bën helen. Po ai sa nuk i bën helen romakët, fakti që të gjitha varret e ushtarëve romak kanë mbishkrime në helenisht, të gjitha, sepse romakët ishin analfabetë. E kuptuat tani apo jo? Një fenomen i ngjashëm ka ndodhur në perandorinë perse, që ishte e folur, atje gjuha ishte gjuhë indo-europiane, persiane. Tani, perandorët pers, për të marrë me të mirë popujt semit që i kishin pushtuar, vendosin të përdorin gjuhën e vjetër aramaike, gjuha e teksteve të vjetra të perandorisë siriane, e bëjnë gjuhë ndërkombëtare të perandorisë së tyre. E jashtëzakonshme kjo që ka ndodhur. Të njëjtën gjë bëri Aleksandri i Madh. Vendosi ta përdori helenishten si gjuhë të perandorisë së tij. E njëjta gjë që ndodhi në perandorinë perse,
E njëjta gjë ndodhi me Aleksandrin e Madh, sepse ai mendonte që gjuha helene është gjuha prestigjioze, gjuha e poemave të Homerit. Pra janë marrosur të gjithë, romakët janë marrosur, janë bërë turbo-helen. Maqedonët janë marrosur, janë bërë turbo-helen, ilirët u marrosën, u bën turbo-helen. Çrëndsi ka, ishin analfabet apo ishin të dashuruar me poemat e Homerit? Rëndësi ka që të gjitha mbishkrimet janë helenisht, në Maqedoni, Iliri dhe të gjitha provincat romake. Në Azi, në Afrikë, edhe në Egjipt, kam gjetur unë dhe u habita shumë dokumente romake, por në gjuhën helene. Kjo është çmenduri. Ju faleminderit për vëmendjen, pra fakti që janë gjetur të gjitha dokumentet helene, tregon që ne duhet të mbyllim urgjentisht të gjitha këto vende ku janë gjetur këto zbulime helene, sepse grekët i duan këto qytete, i duan, thonë që janë greke. Atëherë grekët duhet marrin Sirin, Palestinën, Turqinë, duhet marrin të gjithë Italinë, duhet marrin Francën, duhet marrin Serbinë, Kroacinë, Maqedoninë, Bullgarinë. Në të gjitha këto vende, të dashur shqiptar, të pushtuara nga legionet romake, të gjitha mbishkrimet janë në gjuhën helene. Atëherë, si mendoni ju që Serbia do ja japi vendin e tij Helladës sepse janë gjetur 4 mbishkrime atje? Si mendoni ju që bullgarët do ja japin vendin e tyre Helladës sepse janë gjetur 5 mbishkrime atje? Mos janë çmendur ata? Atëherë jemi çmendur ne, jemi bërë pellazg. Tash i doli e vërteta, të gjithë kanë përdorur helenishtën. Të gjithë popujt antik, madje edhe keltët e kanë përdorur në Francë helenishtën në mbishkrimet e tyre. Pse mos do ja japi Franca Marsejen helenëve, ka qenë koloni helene Marseja. Pra thirrini mendjes, hiqini dorë nga pellazgjia, mbylleni kufirin me Greqinë, përfundimisht sot mbas këtij filmi, mbyllini të gjitha vendet arkeologjike, janë në gjuhën helene. U bindët tani. Do gjej argumente të tjera, sa të doni ju, me qindra, janë të gjitha në helenisht. U zgjidh enigma e ilirëve. Ilirët nuk kanë folur helenisht, por kanë shkruar në emrat e varreve të tyre me emra helen. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim me filma të tjerë shkencor. Ju lutem, hiqni dorë përfundimisht nga pellazgjia. Atje çdo dokument është në gjuhën helene.